moshë, për aq atë çka jetoja në atë periudhë. Se kjo është e bukura e zanatit tonë, që ti si e jeton një produksion sot nuk e jeton, se varet se si je ti, je pjekur më tepër, ke emocione të tjera, ke ndjesi të tjera, kupton ndryshe. E gjitha, domethënë kam bërë Carmenin për herë të parë 25 vjeç dhe nuk mund të jetë njësoj si pas 20 vjetëve. 20 vjetë vërtet ndjesha Carmen, sepse kuptoja vërtet femrën në çdo drithije të saj. Dhe e kuptoja dhe gjithçka që kishte shkruar Bizet, gjithçka, çdo fjalë që ajo nxirrte nga goja, që e thoshte, emocione, domethënë është jeti dhe stadi i jetës tënde, domethënë atëherë unë bëja çfarë më thonin, se ti duhet ta interpretosh kështu. Më pas ti vën zonja që e di ti pse duhet ta interpretoj kështu. Ti pse dia vetë si ishin marrëdhëniet me kolegët, me partnerët në skenë, e shihja vërtet vihesha në petkat e saj për të patur marrëdhënie, si e mendoja edhe unë, bashkë me Carmenin, duke thënë atë mendim. Tani gjithë këto role që ke interpretuar, kanë ndikuar te Vikena, të kanë rritur ty si Viken, apo del është mekanike? Shikom, ajo është një po të mos dalësh her pas here, është frustruese, të kuptohemi, sepse ti nuk mund të jetosh me personazhin edhe kur shkon në shtëpi dhe han darkën, domethënë është e pamundur, ti ke nevojë të zbrazesh, por nga ana tjetër të rrit ty. Të rrit